Eliona e dën publiku, ashtu bëlloj sa të bëlloj publiku e dën. Pra jam shumë i sinqert, jam shumë i drejt, kjo e gabim. Për çdo gjuma, unë ju falenderosha Zotit që isha aty. Për çfarë ke shku 3 herë në bolë? Për drogu, pa. Për lëndë kuti. Është respekt, edukat familjare ta dëgjosh dikon deri në fund. E pastaj t'japet hapësira edhe ty. Unë nuk kisha lojë, unë isha thjesht vetvetja. Kështu që e vlerësoj shumë sinqeritetin tonë. Kam emisionin tem, kam podcastin tem, që quhet Shamat Podcast, por erdhan rrëfimjet e unë? Jo. Edhe unë këtë ndjesi se kisha provu kur. Kjo intervistë reflekton të shumë njerëz. Por Big Brother jep më mundësi që të njihesh edhe më shumë, të reklamosh më shumë. Vjen e jepet një mesazh sikur familjet nuk e fitojnë. Kështu që me dhënë mesazhin se jena të barabartë, duhet me fitojnë. Me Klodin kanë fjet. A do më paragjykuti mua pse kanë fjet me Klodin? A ndoshta për ata pimbrohen. Por u i vedin këto momente, por u i vedin këto. Ke mendu me fitu diçka, por realisht s'ke fitu asgjë. Edhe më vjen jashtëzakonisht shumë keq për humbin e shpatit. Jeni i rrezikuar edhe me jetën. Edhe populli i Kosovës ardhen janë të mëlloni dashni që janë të më mush për mëna. Ju ftojmë që të bëni pjesë e këtij udhëtimi emocional çdo të shtunë nga ora 19 vetëm në kanalin tonë zyrtar në YouTube Rrëfimjete me Baki Zeqirin.